Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik në vend, kryesisht mbi protestat e qytetarëve shqiptar kundrejt kryeministrit Edi Rama, të cilët kërkojnë largimin e tij. Por çfarë do të prodhojnë këto protesta dhe a do të largohet vërtet Edi Rama, nisur nga mënyra se si e ka qeverisur vendin në këto 13 vite? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokat Tatar Bazajn. Zoti Bazajn, përshëndetje. Përshëndetje, punëmbar. Zoti Bazaj, si e keni lexuar ose si e lexoni në optikën tuaj, si e shikoni këtë protestë të qytetarëve shqiptar, e cila nisi me atë ngjarje në Zvërnec dhe më pas ka shpërthyer tashmë në Tiranë, duke u shndruar në një element politik kundrejt kryeministit Edi Rama, ku kërkohet dorëheqja e tij? Shko, lëvizja, ajo do të thënë e Zvërnecit është derdhja e gotës, do ta mendoja unë. Ndërsa sot është shndërruar në një zemërim të madh qytetar. Pra qytetarët janë goxha të mërzitur nga qeverisja, por jo qeverisja aktuale, por qeverisja 35 vjeçare. Dhe çfarë nëse do të dëgjosh ata të rinj që flasin, ata kërkojnë të drejta, ata kërkojnë të jenë barabartë si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre perëndimor. Kërkoj të jetojnë në vendin e tyre dhe u shikoj sinqeritet tek këta të rinj që ka lëvizur dhe kjo është që sot ka marrë për masa të mëdha. A mendoni se protesta do duhet shndrohet në informacion caktuar politik, apo të ketë disa përfaqësues të saj, se deri më tani nuk po shohim një lider apo nuk po shohim 2-3 koka që ta drejtojnë në kuptimin e mirëfillt të një proteste? Do të ishte produktive, do të thënë që të formojë një formacion politik, sepse do të kishte mbështetje qytetare, sepse qytetarët realisht janë të lodhur jo vetëm nga politika 35 vjeçare, por nga politika 85 vjeçare, do të thoshja unë, sepse janë edhe është edhe politika që nga viti 41 dhe tu që prishi shumë ekuilibra. Kështu që do të ishte shumë produktive dhe sa më shpejt ishte e mundur të formojë një forcë politike, ajo do të kishte mbështetje qytetare, madje mund të them që mund të arrinte deri në 80% të mazhorancës, nëse do ta quajmë kështu, dhe do të krijonte ndryshimin e kushtetutës, do të kishte shumë ndryshime rrënjësore dhe përfutjen e Shqipërisë dhe shtetit në shinat e ligjit kuptohet gjithmonë. Në optikën tuaj, si e mendoni zgjidhjen e kësaj situate? Mund shkohet drejt një qeverie teknike e cila mund të administrojë vendin më pas dhe për ta çuar Shqipërinë drejt zgjedhjeve të parakohshme? Aktualisht, në fakt, unë mendoj sepse protestat po rriten. Po rriten dhe kjo ka një fund, sepse ata nuk mund të vazhdojnë pafundësisht me protestat, por unë mendoj se diçka do të bëhet, mendoj se janë të mirë studiuara gjërat, nuk më mbushet mendja që janë të rastësishme. Janë të gjitha të mirë studiuara dhe nëse do të shikoni lëvizjet e tyre kanë qenë të pothuajse të kontrolluara, të qytetare, duke lënë një mesazh në perëndim që Shqipëria nuk është Shqipëria e dhunshme, Shqipëria e thyrjes së xhamave, Shqipëria e bllokimit të rrugëve të tjera, por është Shqipëria e qytetarisë. Dhe mendoj se një zgjidhje do të jepet sado që të rezistoj kushdo qeveri qoftë, s'është problemi vetëm kjo qeveri, por kushdo qeveri qoftë, sado që të rezistoj, them se një ditë ka një kufi. Ndërkohë nga ana tjetër, si e shikoni reagimin e kryeministit Edi Rama, i cili në një moment është përpjekur ta ironizojë protestën, ta tallat apo edhe ta përfshijë në një element krejtparëndësishëm. Ndërkohë së fundmi mbajti dhe gati një anti-miting në sheshin Nën Tereza kundrejt protestuesve. Në këtë rast, Edi Rama i ka të dyja këmbët në një këpucë, apo është duke u përpjekur që të gjejë një zgjidhje? Unë nuk jam analist dhe politikan, por nga sa kuptoj unë si qytetar, është mentalitet
i lindjes ky, pra ne nuk kuptojmë akoma, ne nuk e kuptojmë qytetarin, ne nuk kuptojmë atë burrshtetësinë, ne nuk i japim atë cilësi që i takon një burri shteti. Pra ne jemi autokrat, domethënë dhe kjo është një mentalitet bolshevik më shumë. Pra ne kur marrim pushtet nuk e lëshojmë me kollaje të tjerë, pra për veten tonë sakrifikojmë dhe gjithë kombin dhe kjo është një fatkeqësi faktikisht që ka shoqëruar të shoqërisë shqiptare, sidomos nga viti 41 dhe tu. Pra qoftë në kohën e diktaturës, qoftë edhe në 97, qoftë edhe sot prapë në 2026, pra kjo është një mentalitet dhe ne vuajmë nga kjo sindrom, kjo është vërtet një sëmundje e pasuar brez pas brezi dhe kjo ka sjell pasoja. A mendoni se Edi Rama në këtë rast mund të shkojnë atë pikë sa t'jap dorëheqjen apo ky lloj mentaliteti që thoni ju, ky lloj mentaliteti bolshevik do ta bëjë atë që të rezistojë deri në fund? Duhet keni një gjë parasysh që këtu janë Bashkimi Evropian, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania, janë disa shtete miq të përjetshëm të Shqipërisë që detyrimisht ndoshta do t'i bëjë presion në forma të ndryshme që dhe t'i jap dorëheqje. Por kjo duhet kuptoni që ka dhe një pikë. Dhe ajo pikë dihet që është drejt fundit, nuk mund të zgjasë pafundësisht kjo lloj proteste. Nuk ka zgjidhje tjetër, mendoj unë. Të paktën kështu mendoj unë, nuk ka zgjidhje tjetër. Kur thoni nuk ka zgjidhje tjetër përveç rastit të dhënies së dorëheqjes dhe që vendi shkojë drejt zgjedhjeve. Mund mos jap dorëheqje me protestat, mund të paralizohet tërë ekonomia shqiptare, mund të bllokohen rrugët, mund të bllokohet parlamenti, mund të bllokohen hyrjet në shtëpitë e tyre e të tjerë. Ka forma proteste nga më të ndryshme, thjesht vetëm që të mos ketë revolt në kuptimin kaos. Pra forma ka nga më të ndryshme ka, kështu që besoj se të gjithë skenarët, sepse këta skenarët, të gjithë skenarët besoj se ekzistojnë, i kanë mirë studiuar, sepse nuk është e rastësishme dhe kjo lëvizje që po ju them. Dhe unë pash një intervistë një shqiptar, po pjesërisht dëgjova, që i cili fliste nga mos gabofsha kishte ardhur nga Anglia, dhe thoshte do të nisemi me, domethënë të gjithë protestuesit në drejtim të Tiranës. Gjithashtu dëgjova një po mbrëm në darkë, dëgjova një nga Vlora që do të nisemi drejt Vlorës. Edhe të tjerë, por pra që nuk ka kthim pas. Dhe unë shikoj që kjo nuk ka kthim pas. Kjo herët apo vonë do të arrihet atje ku duhet arrihet. Dhe kështu që unë mendoj se është e zgjidhur kjo, sado që të duhesh ta evitosh. Kur thoni nuk është e rastësishme, mendoni se ka një dorë të fuqishme pas organizimit protestës që tashmë Absolutisht që ka një dorë të fuqishme, sepse nëse do të keni parasysh lëvizjet, aty vërtet ishte derdhë gota, vërtet, domethënë ishte zvërneci, po zvërneci ishte sepse shqiptarët nuk janë kundër investimeve në Shqipëri, absolutisht. Ata kërkojnë transparencë, por është rrjalli, është tjetër, janë shumë probleme, është shpopullimi i vendit, është autoriteti një qeverie e cila i shpërfill qytetarët me të tjerë, pra janë shumë element bazë që mund të pasë pafundësisht, por ishte pika e vlimit, dhe detyrimisht do të arrite në këtë pikë ashtu sikurse dhe arriti dhe solli këtë situatë dhe po gradualisht po shton pjesëmarrjen. Për shembull, mbrëmje ka patur shumë pjesëmarrje. Po. Kush mendoni se ka shfrytzuar këtë pikë të vlimit, duke pasur parasysh ato që po ndodhin në rjoll, siç e pam ditën e djeshme, por edhe atë ngjarje të rëndë në Zvërnec? Unë me sa shikoj ta zëm nga rjolli, aty ka probleme pronësie. Në momentin që ka probleme pronësie, absolutisht nuk mund të futet jo vetëm qeveria, po dhe vetë shteti, sepse ka zgjidhur ligj zotëri atje ku ka proces gjyqësor të gjithë shmangën. Shmangën sepse nëse nesër gjykata apo gjykatë e lartë apo gjykatat e shkallës së parë do të vendosin favor të qytetarëve dhe investimi ka arritur kulmin, si mund të bëhet kjo të kthehet palë gjendën e pashme? Pra do të jetë një vështirësi shumë e madhe. Pra në momentin që futet procesi gjyqësor, të gjithë duhet heshtin. Absolutisht deri në vendimin e gjykatës formës së prerë. Atëherë kur të gjitha zgjidhur problemet e procesisë me vendim gjykatës formës së prerë, atëherë ke të drejtë që të shikosh nëse është tokë shtetërore, mund ta trajtosh si të tillë ose jo, por gjithsesi do të kërkohet transparencë.
E njëjta gjë po thuaj ndodh edhe me Zvërneci, sepse edhe në Zvërnec janë me sa kam dëgjuar unë gjithmonë nga media, sepse nuk është se unë kam parë letrat atje dhe mund të them që pra si janë lidhur këto kontrata, si janë kryer këto veprime juridike, a ka qenë në proces gjyqësor? Fakti ka qenë proces gjyqësor, do të thotë që janë të kontestueshme. A shpreh gjykata me vendin e gjykatës po më shpreh, a përbën titull ekzekutiv ai vendimi i gjykatës, edhe një sër elementesh të tjera që mund të flasim pafundësisht, domethënë në referim të gjitha akteve të procesit, në referim të gjitha veprime juridike, në referim të transkriptimit të pronës, të regjistrimit të pronës, e të tjerë. Pra, janë sër elementesh pafundësisht mund të flasësh, por duhet parë rast pas rasti dhe pastaj mund të diskutosh më qartësisht. Në këtë rast, duke qenë se dhe ju jeni nga Vlora, a mos ndoshta Edi Rama e kishte tepruar qoftë edhe me Vlorën konkretisht, pa marrë parasysh edhe mënyrën se si ka qeverisur gjithë Shqipërinë? Unë në perceptimin tim ai në provë të shqiptar, se vlonjatët i ka favorizuar, por vlonjatët kanë një tjetër karakter, kanë, domethënë nuk nëse të mbështesin ose jo, nëse thonë jo dhe ka marrë fund kjo punë, vlonjatët kanë një karakter, nuk e di, por janë më të vendosur, janë më kërkues, i shkojnë deri në fund çdo gjë që kërkojnë dhe s'ka kthim pas. Kështu që unë mendoj se atje ishte derdhja e gotës. Aty filloi gjithçka, edhe trekja zvarr e një qytetari shqiptar ishte domethënë si them të ndezja të revoltën dhe që pasoi njëra pas tjetrës deri në kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit. Në këtë rast, si e shikoni fundin e Edi Ramës, mund t'i vi nga vetë kjo protest, apo mund të ketë edhe një qëndrim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nisur nga gjithçka që po ndodh, duke qenë se edhe ngjarja u bë mjaft ndërkombëtare, duke qenë se ishte i përfshirë dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner dhe vajza e tij Ivanka Trump. Shqiptarët janë më pro-amerikanë në botë, dhe kjo dihet botërisht. Nuk janë kundër investimeve, por kërkojnë transparencë. I nderuar, aty bëhet fjalë për Sazanin. Sazani gjithmonë ka qenë një pikë strategjike. Unë nuk jam ushtarak, nuk jam ekspert i fushës ushtarake, por me sa kuptoj unë, me optikën e një qytetari të thjesht, zotëri aty duhet të ketë transparencë. Aty duhet të parë kontratat se si janë realizuar këto kontrata, çfarë interesi ka shteti, sa është pjesëmarrja e shtetit në një rast lufte, çfarë aksesi ka shteti në tek Sazani. E të tjera janë pyetje që më shumë i bëjnë ekspert ushtarak se sa unë që jam jurist. Unë mund të them vetëm të sa i përket transparencës, kontratave, marrëveshjeve me shtetin e të tjerë. Pra, apo kjo tokë ishte përfundimisht dhe shqiptar nuk kanë akses më në Sazan. Pra, kjo aty s'ka transparencë dhe kjo është sepse është pikë strategjike i nderuar, po edhe mos ishte pikë strategjike, për çdo centimetër katror, çdo milimetër, jo për çdo centimetër, duhet të ketë një transparencë. Domethënë çdo shtetar, administrator, sepse këta e quajnë se bën mbretër kur marrin detyrën, çdo shtetar, çdo administrator i shtetit duhet të jetë shumë transparent me publikun, sepse në fund të ditës produkti i votës tonë është ai kryeministri që ishte aty. Pra nuk është ai vajtje katapultoi nga rruga vajtje atje, po e çoi ky popull. Dhe detyrimisht ka të drejtë të kërkojë llogari për çdo veprim që bën. Ose duhet të ishte transparent duke treguar të gjitha, sepse vetë qëndrimet e kryeministrit për mua janë kontradiktore, janë të paqarta. Çka ka sjellë këtë revolt, sepse qytetarët nuk janë më qytetarë që mund manipulojnë sot i nderuar. Qytetarët janë të zgjuar sot, janë të gjithë qytetarët janë hapur në përbotje, kanë parë domethënë demokracinë botërore, sidomos perëndimore, se si funksionon, si dëgohet zëri qytetarit. E të tjerë. Nuk është edhe një qytetar të ishte nëse mund do të isha kryeminist të dëgjoja. Jo më qindra mijëra qytetarë që lënë punët e tyre, dalin për ditë aty në revolt, në protest dhe kërkojnë të dëgjohen. Çfarë kërkojnë qytetarët? Thjesht të dëgjohen. Atë janë të rinj, atë janë familjarë, atë janë të tjerë. Kështu që për sa përket marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara, ne i kemi patur, amerikanët janë shumë të kujdesshëm, nuk fillon Amerika me familjen Trump dhe mbaron me familjen Trump. Amerika aty ka qenë, aty do të ngelet. Do ngelet superfuqi botërore dhe të paktën edhe për shumë shekuj të tjerë. Kështu që
ata din shumë mirë që ne jemi pro-amerikanë dhe s'kemi asnjë gjë me familjen Trump, asnjë gjë me familjen Bush e të tjera. Ne kemi probleme me veten tonë, se nuk jemi të zotë të zgjedhëm lider të caktuar, lider vizionar, sepse këtu mungon vizioni i nderuar. Në momentin që mungon vizion, në momentin që mungon transparenca, këto kanë sjell pasoja të rënda dhe të cilat sot i paguajmë ne si popull. Dhe në vend të merreshim me punë të tjera, merrem me protestat që kanë filluar dhe kanë shqetësuar gjithë opinionin publik pa diskutuar ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të dërgojnë në Shqipëri një ambasador i cili ka përvojë ushtarake, siç është Erik Vend. Në këtë rast, a shikoni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë një qasje tjetër gjeopolitike në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht me Shqipërinë dhe a mendoni se vetë ky ambasador do të ketë një qasje tjetër kundrejt politikës shqiptare? Amerika, unë mendoj se me qasjen politike me Shqipërinë ka të qartë dhe nuk ka asnjë lloj devijimi. Se çfarë përfaqëson i nderuari ambasador, unë nuk mundet të them dot sepse s'mundet të analizoj këtë vendim të Washingtonit, por mendoj se ai do të jetë një ambasador, një diplomat amerikan, i cili vjen me misione të veçanta dhe do t'i realizojë. Unë nuk mundet, sepse tash nuk jam një analist politik dhe mundet të jap një analizë të thelluar në lidhje me këtë aspekt. Kështu që unë jam një jurist dhe jam një avokat. Zoti Baza, edhe pyetja e fundit, si e shikoni rolin e SPAK-ut në gjithë këtë histori, po themi, sa i përket procesit, sa i përket protestave, por ndërkohë nga ana tjetër, nëse Edi Rama jep dorëheqjen, cili do të jetë fati i tij përballë drejtësisë? Që të keni gjë parasysh, duke qenë në staturën e gjithë atyre prokurorëve të SPAK-ut, sepse unë kam qenë pjesë e përzgjedhjes atyre, madje në disa kam qenë relatori tyre. Unë po them që aty ka prokurorë shumë të aftë, të cilët patjetër jam i bindur që kanë filluar verifikimet dhe pse jo nesër mundet të ngrënë dhe akuzë, nëse mundet konstatojnë qoftë dhe një veprimtari antikombëtare, antikombëtare e të tjerë kundër kujdo zyrtari shqiptar qoftë se ka cënuar interesat kombëtare shqiptare. Pra unë mendoj se SPAK-u po bën punë vet dhe SPAK-u nuk del publik se çfarë detyre do bëjë. SPAK-u bën veprimet e veta, bën ashtu sikur se bëri dhe veprimet sekuestroi më njëherë aktet e çështjes së Zvërnecit, kërkoi masa arresti me burg për një seri personash, një numër të madh personash e të tjerë sekuestroi dhe llogari bankare. Pra, SPAK-u i ka të gjitha kompetencat sepse prandaj është ndërtuar si strukturë për të dalë në mbrojtje të interesave më të larta të shtetit në raport me shtetarët shqiptar. Pra sepse SPAK-u s'merret me qytetarët e thjeshtë, nuk merret mua sot si avokat SPAK-u vetëm nëse unë bëj një vepër penale të korrupsion. Pra sot, ndërsa dje kur isha në Këshillin Lart të Prokurorisë, merret drejt për drejt nëse unë konsumoj një vepër penale brenda atij misioni që kisha si mandat kushtetues, si antar apo dhe zëvendësues kryetari i Këshillit Lart të Prokurorisë, apo qoftë dhe kryetari ndërtyer kur isha pak kohë. Kështu që unë mendoj se SPAK-u do i kryej këto veprime dhe SPAK-u është gati. Nëse SPAK do konstatojë, nuk do jetë dhe çudi që SPAK-u të kërkojë dhe pezullimin e kryeministrit e të tjerë sepse janë njësë procedurash kushtetuese të cilat nuk janë objekti i kësaj, sepse ato janë objekti i SPAK-ut nëse konstatohet dhe provohet që ka elemente veç penale. Qoftë të shpërdorim detyrës. Pra SPAK-u i ka gjitha kompetencat. Pra ju mendoni se SPAK-u mund të ndjekë të njëjtën rrugë si në rastin e Belinda Ballukut, që mund të kërkojë dhe pezullimin e kryeministrit? Nëse askush i nderuar nuk është imun, as presidenti, as kryetari i kuvendit, as kryeministri, as ministrat, askush nuk është imun, karshi detyrës shtetërore, askush nuk është imun. Koha mundet devijojë, por unë shpresoj se të gjithë janë dhe mendoj se të gjithë janë të barabartë para ligjit. Dhe prandaj kjo strukturë është investuar nga miqtë tanë predimor, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht për këtë aspekt, pikërisht për të marrë të pandehur sepse çdo shtetar shqiptar u bën të paprekshëm. Dhe ngritja e asaj strukture ka dhënë efektin e vet, ashtu sikurse juve e dini, dhe pse jo mund të ketë dhënë frikën edhe tek ky kryeminist aktual nëse mendon ai se mundet të konsumojë penale. Kështu që SPAK-u i ka gjitha kompetencat, ata janë të aftë, janë prokurorë të aftë të gjithë, unë ka fati që i njoh që të gjithë këta prokurorë
unë gëzoj një respekt maksimal për mbi 90% të këtyre prokurorëve, kështu që besoj se i kanë të gjitha aftësitë për t'i dalë për zot detyrës kanë. Zoti Baza, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit për të bërë. Sukses. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.